Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, këtë herë për të komentuar një marrëdhënie që nisi, u prish, filloi një ndarje, një histori dashurie që siç duket në këtë Big Brother këtë vit nuk do të kemi një dashuri të finalizuar. Domethënë është Big Brotheri i parë që nuk do të nxjerr dot më asnjë çift. Do të ndalojmë të flasim për marrëdhënien e Lorit, Jozit edhe të Olës. Lori po tregon një anë të saj që në fakt nuk e ka treguar kur në shtëpinë e Big Brotherit, po tregon një humor të papar, po tregon një moment shumë qesharak, teksa po bisedonte me Eglin edhe me Kellin për Valbonën dhe për Laertin për dashurinë e tyre. Laertin e quajti një pensionist i cili priste që të dalë në pension dhe Valbonën e quajti një gocë e cila shkonte me Laertin sa për të përfituar dokumentat dhe që të ishte e lumtur për pensionin, ndërsa Olën në këtë rast e quajti një vajzë që vdiste për pensionin e Laertit. Banorët krijuan një lloj ambienti, domethënë që sharak që u argëtuan të gjithë. Por momenti më interesant ishte mes Murës, së Lopës, e cila ishte pjesë e shtëpisë, Lorit, Tim Lopa, që domethënë Lori e ka patur këtë pjesë të preferuar të saj. Lori është pro produkteve të cilat i prodhon Lopa, dhe ishte Jozi, i cili ishte, le të themi, presidenti në shtëpi për trajtimin e Lopës. Jozi dhe Lori këtë javë kanë bërë një spektakël duke dhënë humore dhe duke qeshur. Lori që në fakt kishte shumë frikë që të afrohet edhe të prekën gjitë e Lopës për të nxjerrur qumshtin, ishte Jozi ai që po e ndihmonte, por edhe Ola që mundoheshte të përfshihet pasi që është në nominim dhe rrezikon shumë që të del. Sot gjatë ditës në fakt në mëngjes teksa banorët po pinin kafen, Jozi dhe Ola po diskutonin për një lojë të tyre dhe siç duket Jozi mundohet që ta mbaj Olën në lojë dhe Loredanën në lojë që të arrijë atë mundësinë e tij për të arritur një treshe, siç Jozi ka preferuar, me Loredanën edhe me Olën për të bërë një spektakël. Loredana arriti të kupton, Ola e luajti këtë dashnoren të mrekullueshme që thjesht po buzëqeshte dhe që merr epitetin fantastik, le të themi, tek ne shqiptarët që po komentohet keq, por gjithsesi domethënë janë dy lidhje që Jozi dëshiron t'i arrijë. Në anën tjetër thot Jozi kam lidhje jashtë dhe ka të preferuar Valbonën, por Valbona siç duket është lidhur me Laertin. Do thënë janë bërë gjëra të lëmsh në shtëpi, është një diskutim që sonte jam shumë i bindur që do të jep një moment interesant nga vllau i madh dhe nga opinionistët, sepse Jozi mundohet që të mbahet me të dyja, por kohën e fundit shikojmë që Jozi po anon shumë nga Loredana dhe mundohet që ta puthon, mundohet që ta kthen prap, mundohet që t'jep emocion, mundohet që t'jep pasion, sepse natyra e Loredanës, karakteri që ajo ka, Jozit i pëlqen shumë dhe e tërheq. A mendoni ju që Jozi dhe Loredana do të rilidhen së bashku? Do kisha dashur të jepni mendimin tuaj në koment.